Në vigjilje të forumit ekonomik Shqipëri-Japoni, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Shqipëri-Japoni e kryesuar nga Vni Ponari, është rikthyer nga një vizitë zyrtare 5 ditore në Japoni. Gjatë kësaj vizite, delegacioni zhvilloi takime me përfaqësues të lartë të institucioneve dhe botës së biznesit japonez. Zoti Ponari u shpreh optimist për një prezencë gjithnjë më të madhe të Japonisë në ekonominë shqiptare dhe nuk preshte mundësitë që edhe bizneset shqiptare të investojnë në tregun japonez. A është Japonia e mundur që të jetë prezente në Shqipëri? Padyshim që po. Se japonezët janë shumë të interesuar për produktet bio dhe produkte vendase. Kjo tregon që Japonia ka dëshirën e mirë për të qenë prezente në Shqipëri. Dhe kjo është një sinjal shumë i mirë. Agenda e vizitës përfshiu takime me zotin Ken Kobayashi, kryetarin e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë japoneze, përfaqësues të Ministrisë së Jashtme të Japonisë, drejtorin e Federatës së Biznesit japonez, Keidanren Ishirohara, takime me grupin e miqësisë parlamentare Japoni-Shqipëri dhe drejtorin e përgjithshëm të JICAs për Europën dhe Lindjen e Mesme, si dhe drejtues të JETRO-s dhe të Agjencisë Japoneze të Bashkëpunimit Ndërkombëtar. Japonia aq e madhe është sa është edhe aq e thjeshtë në të bërë biznes. Është shumë fleksibël. Ne kemi potenciale shqiptare të cilat mund të jenë prezente atje. Zoti Ponari theksoi se forcimi i klimës së biznesit në vend dhe nxitja e iniciativave të reja ekonomike janë kyçe për ndërtimin e një ure të qëndrueshme bashkëpunimi. Se japonezët e kanë të shenjtë mbështetjen tek biznesi dhe biznesmenët për të ecur përpara. Me tregun japonez, ai vlerësoi gjithashtu organizimin e forumit të parë ekonomik Shqipëri-Japoni nga AIDA dhe JETRO, si një hap me rëndësi të veçantë për intensifikimin e partneritetit dypalësh.